Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra besimtar. Nesër, me 6 qershor 2016, është dita e parë e Ramazanit. Ndaj më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të organeve dhe institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, të uroj të gjithë besimtarëve fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanuhu të pranojë agjërimin dhe adhurimet e tjera të cilat i bëjmë në shenjë madhërimi ndaj tij. Sinqeriteti dhe besnikëria janë vlera të pastra të cilat rezultojnë nga agjërimi i muajit të Ramazanit, nga se këto janë obligime që dalin nga Kur'ani, me qëllimin e vetëm që përmes agjërimit të arrijmë kënaqësinë dhe devotshmërinë shpirtërore, duke ju përkushtuar gjatë këtij muaji edhe më shumë besimit që e ndihen besimtari në shpirtin dhe zemrën e tij. Vëllezër e motra, mëkatet e mëparshme të mos jenë pengesë e pendimit, e lutjeve edhe gjatë këtij muaji, që jetës t'i japin kuptim, që agjërimit t'i japin vlerë, dyert e kësaj feje universale përmbar botën gjithherë janë të hapura dhe mëshira e Madhit Zot në raport me njeriu gjithherë është prezent. Zoti xhaleshanu thot: muaji i Ramazanit që në te filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton për ju këtë muaj, le të agjëroj, mbaron citat. Ramazani, ky muaj i mëshirës, po troket në dyert dhe vatrat tona. Prej nesër, begatit e këtij muaji do të fillon të shijon edhe zemra dhe shpirti i çdo besimtari. Të gjithë muslimanët e botës do të sakrifikojnë nga vetja për të agjëruar dhe madhruar Allahun, edhe më shumë se muajve tjerë, duke ju përpjekur të ripërtrijnë vlerat më madhore të Ramazanit. Muslimanët e mbar botës janë të gëzuar për ardhen e këtij muaji, në të cilin nuk marrin fund begatit e Allahut, të cilat vetëm mund të përjetohen, por jo të shpjegohen, nga se ky është muaji i mëshirës, lutjeve, pendesës, adhurimit, muaji i Kur'anit, muaji i shpëtimit. Ramazani është mburojë e besimtarit, është thirrje mbi dinjitetin dhe përgjegjësinë e cila forcon marrëdhëniet e njeriu me Zotin, me familjen dhe shoqërinë, të cilat i ngrit gjatë këtij muaji në nivel dhe më të lartë me Zotin krijues. Allahu xhaleshanu thot: e kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër. I përgjigjem lutjes, kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të urdhëruar. Le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Të nderuar besimtar, po hymë në muajin e mëshirës, e faljeve, e shpëtimit, muajin ku edhe lutjet drejtuar Zotit pranohen më shumë, muajin e mirësive të panumërta. Ndaj këto të mira, të nderuar vëllezër e motra, ja arrijmë me adhurim, agjërim, lutje drejtuar Zotit, me lexim të Kur'anit, me sadaka, ndihmë atyre që ka nevojë. Agjërimi i muajit të Ramazanit sikur na porosit. Nuk është koha që të vdesim në rrugën e Zotit, por është koha që të jetojmë në harmoni të plot me të gjithë njerëzit. E kjo është rruga e Zotit. E kemi obligim fetar që në këtë muaj edhe më shumë të ndihmojmë të varfrit, njerëzit në nevojë, duke u begatuar sofrat e tyre edhe më shumë gjatë këtij muaji të shenjtë. Duke bashkuar lutjet tona gjatë këtij muaji si asnjëherë më parë, duke u lutur që të marrin fund luftrat, vrasjet e njerëzve të pafajshëm, që në botë të mbretëroj paqja, harmonia dhe bashkëjetesa mes njerëzve. Larg vrasjeve, torturave, dhunimeve, larg çdo ekstremizmi, radikalizmi e terrori. Zemrat tona të mbushen me dashuri e mbarësi e jo urrëtie e vrazhdësi. Në këtë mënyrë botën do ta bëjmë më të mirë, më të sigurt, më joshse për fëmijët tanë dhe brezat që do të vinë, sepse kështu na mëson Islami. Të nderuar e shumë të respektuar besimtar. Më lejoni që në fund të uroj këtë muaj të shenjtë të Ramazanit të gjithë besimtarëve në Kosovë dhe brenda trojve tona etnike shqiptare, por edhe të gjithë vëllezërve dhe motrave në mërgatet tonë kudo që gjenden ata. Zoti na pranoft agjërimin dhe adhurimet e tjera edhe gjatë këtij muaji të shenjtë e të bekuar të Ramazanit.